ata personat që në esencë, në kuptimin fizik, ata edhe shohin edhe dëgjojnë, edhe zemra e tyre rah dhe pulson, por në esencë ata nuk janë të gatshëm dhe nuk e gjejnë edhe gatishmërinë dhe vullnetin për ta dëgjuar e për ta parë të vërtetën. Pikërisht sikurse ata të cilët jetuan në të njëjtën kohë me pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam, i cili në kohë reale, në momentin kur ai e pranon të shpalljen prej Zotit e Madhërisëm, u transmetonte, por ja që ata nuk ishin në gjendje, nuk kishin vullnetin, gatishmërinë, nuk e kishin bindjen e lirë që ta dëgjojnë thirrjen e Kur'anit, thirrjen e pejgamberit alayhis salam. Ata edhe shumë prova dhe argumente me sytë të tyre i pan, ishin dëshmitar të shumë ndodhive e ngjarjeve, madje ndodhive të jashtëzakonshme, atyre mrekullive, mucjizave, por prap zemrat e tyre ishin të volosura. Prandaj Allahu fuqi plot thot, kush pos Zotit e Madhërisëm ka mundësi edhe një herë juve t'ju kthen realisht në jetën e vërtet, t'ju bën të mundur ta dëgjoni e ta shihni të vërtetën dhe zemra juaj ta kuptoj e ta përjeton të vërtetën. Pastaj Allahu thot, "Undhur kayfa nusarrifu al-ayat." A nuk janë këto 3 argumente që janë brenda këtij ajeti fakte e dëshmi e prova madhështore që neve duhet të na bëjnë të reflektojmë? Do të thonë, nëse i analizojmë nga 2 aspektet, edhe të pamurit ton, edhe dëgjimin ton, edhe jetën ton fizike, edhe nga aspekti i parë siç bëm analizë, por edhe nga aspekti i dytë, a nuk janë këto prova dhe fakte madhështore që sigurisht neve duhet të na bëjnë të reflektojmë, të ndalemi, të mendojmë për madhrinë e Zotit te barekuhu teala, për thirrjen e tij, për të vërtetën e kështu me radhë, por Allahu dhul xhelal e përfundon ajetin, thumma hum yasdifun, pas gjitha këtyre provave dhe argumenteve dhe fakteve kaq madhështore, prap ata vazhdojnë padrejtësisht, në mënyrë të parësyeshme, t'i kthejnë shpindën edhe Kur'anit, edhe të vërtetës, edhe të vërtetave të Zotit të Madhërisëm te baraka wa taala.